Kronikave të dytë, kapitulli I parë dhe paragrafi 1. Pra, libri I dytë I Kronikave nga fillimi. Solomoni, biri I Davidit, u forcua shumë në mbretërinë e tij, dhe Zoti Perëndia I tij që me te dhe e bëri jashtëzakonisht të madh. Solomoni I foli tërë Izraelit, komandantëve të mijeshëve dhe qindëshve, gjyqtarëve, tërë princave të gjithë Izraelit, të parëve të shtëpive atërore. Pastaj Solomoni bashkë me tërë asamblen shkoi në vendin e lartë që ishte në Gabaon, sepse aty ndodhej çadra e mbledhjes së Perëndisë që Mojsiu, shërptori I Zotit, kishte ndërtuar në shkretir. Arkën e Perëndisë përkundrazi Davidi e kishte mbartur nga Kiriath Jearimi në vendin që kishte përgatitur për te. Në të vërtetë, ai kishte ngritur për të një çadër në Jeruzalem. Altarin prej bronzi që e kishte bërë Becaleli, bir I Urit, që ishte bir I Urit, e vendosi përpara tabernakullit të Zotit. Salomoni dhe asambleja shkuan për të kërkuar Zotin. Atje Solomoni u ngjit në altarin prej bronzi përpara Zotit që ishte në çadrën e mbledhjes dhe mbi të ofroi 1000 holokauste. Atë natë Perëndia ju shfaq Solomonit dhe I tha: "Më kërko atë që do dhe unë do të ta jap." Solomoni u përgjigj Perëndisë: "Ti je treguar shumë dashamirës me babain tim Davidin dhe më ke bërë mua të mbretëroj në vend të tij. Tani o Zot Perëndi, u realizoft premtimi yt që I bëre Davidit atit tim, sepse ti më ke bërë mbret mbi një popull të madh si pluhuri I tokës. Më jep pra dituri dhe zgjuarsi që të mund të hyj dhe të dal përpara këtij populli, sepse kush mund ta qeveris vallë këtë popull të madh tëndin." Perëndia I tha Solomonit: "Me qenë se kjo ishte gjëja që kishe në zemër dhe nuk më ke kërkuar as pasuri, as mall, as lavdi, as jetën e armiqve të tu dhe as jetë të gjatë, po kërkove për vetën diturinë dhe zgjuarsinë që të mund të qeverisësh popullin tim mbi të cilin të vura mbret. Dituria dhe zgjuarsia të janë dhënë, përveç tyre do të jap pasuri, mall dhe lavdi, të cilat nuk I ka pasur asnjë mbret përpara teje dhe nuk do t'i ketë asnjë pas teje." Solomoni u kthye pastaj nga vendi I lartë që ishte në Gabaon, nga çadra e mbledhjes në Jeruzalem dhe mbretëroi mbi Izraelin. Amen fjalës të Zotit. Të gjitha vazhduan nga Davidi, me të vërtetë një burr me zemër sipas zemrës të Perëndisë që të kryej gjithë vullnetin e tij. Nga ai vazhdoi ashtu sikurse mendoi se ai banon në shtëpi të bukura, luksoze, pra Davidi, ndërsa çadra mbledhjes, arka e beslidhjes, pra Perëndia, banonte në çadra. Dhe kjo gjë nuk I pëlqeu Davidit, sepse gjithmonë në mendjen e tij kishte një gjë, që të jap lavdin Perëndisë. Dhe kështu edhe një herë tjetër akoma, ja dha lavdin Perëndisë, ashtu sikurse vendosi dhe mundësisht thirri dhe profetin Nathan dhe I tha se unë do të ndërtoj shtëpi për Perëndin. Dhe Nathani u gëzua, nga që I besonte plotësisht, sepse me të vërtet ishte njeri I Perëndisë, I thot: "Bëj ç'të vej Perëndia në zemër." Dhe kështu mori këtë vendim. Por duke dal prej Davidit profeti Nathan, vjen Zoti dhe viziton dhe I thot: Jo, I thot, "Nuk do të ndërtoj Davidi tempullin, sepse është një burr luftëtar dhe ka derdhur shumë gjak, por unë atij do t'i jap një bir në të cilin do të jem atë për te dhe ai do të jetë bir për mua."
Tjetër pra është të jetë shërptori i Perëndis dhe tjetër është biri i Perëndis. Sa ndryshim i madh është, vëllezër dhe motra të dashur, e? Davidi shërptori i Perëndis, kurse Solomoni biri i Perëndis. Kjo gjë i pëlqen Perëndis. Biri i Perëndis është ai që shijon dashurinë e Perëndis. Ai do të jetë biri im dhe unë do të jem një atë për te. Dhe kështu 18 vjeç e bëri mbret Solomonin. Një djalosh 18 vjeçar përpara një populli shumë të bekuar për shkak të Davidit, të atit të tij. Me frikë dhe me drithma, Solomoni u bë mbret. Dhe tani çfarë do të bëj? Dhe mori një vendim, duke thënë se do të shkoj të ofroj 1000 holokauste. Numër shumë i madh holokauste është ky. Bashkë me të gjithë princat, gjyqtarët, të gjithë të paret e shtëpive të Izraelit, në mënyrë që të gjithë së bashku të lavdërojmë Perëndin dhe ta falenderojmë. Dhe fjala Perëndis na siguron duke na thënë se Perëndia do të jetë me te dhe e madhëronte Perëndia atë. Dhe më vërtet vajti dhe ndërsa ofroi të 1000 holokaustet në atë darkë, në gjumin ku po flinte, e viziton Perëndia. Dhe është shumë e rëndësishme, vëllezër dhe motra, të na flas Perëndia. Por më e rëndësishmja nga të gjitha, mesazhi i madh ky që na jep Perëndia, patjetër që është shumë i rëndësishëm të flas Perëndia, por më e rëndësishmja nga të gjitha është se ato që kërkojmë përfundimisht nga Perëndia janë ato të cilat e përcaktojnë plotësisht jetën tonë dhe që do të jetojmë dhe në të ardhmen, ato që shijojmë deri në fund të jetës tonë. Ashtu sikur se thot shkrimi, kërkoni dhe do t'u jepet. Pika kritike është se çfarë kërkojmë. Shumë serioze. Çfarë kërkon nga Perëndia? Sepse në qoftë se kërkon gjëra që nuk i pëlqejnë Perëndis, do të zhgënjesh. Kur të zhgënjesh, do të ndalosh së dëgjuari me zërin e Perëndis. Pra çfarë kërkon? Kështu pra, në atë darkë vjen Zoti e viziton dhe i thot, kërkom çfarë të duash që të ta jap. Dhe Solomoni bëri gabimin e madh, më të madhin të jetës të tij. Kërkoi atë që kishte në zemrën e tij me frikë që kishte në zemër, duke thënë si do t'ja dal që të jem mbret. Ma vëllezër dhe motra, s'do t'ja dalësh ti. Perëndia të bëri, Perëndia do t'ja dal. Pra nuk është tema për ty kjo. Dhe ajo që ka në zemër të vetë se si do t'ja dal që të gjykoj një popull kaq të madh, atë kërkoj. Dhe tha, më jep dituri dhe mençuri që të mundem të gjykoj popullin e Perëndis. Por ajo që ka rëndësi është jo që të kërkojmë sipas zemrës tonë, por të dëgjojmë zërin e Perëndis. Dhe mundësisht Solomoni, për ky djalë i vogël pra, nuk dëgjoi zërin e atit të tij, të Davidit, i cili Davidi çfarë i kishte thënë? Ti i kishte thënë, ti kërkosh Perëndis dituri dhe mençuri që të bëj në Izrael, që të ruash dhe të zbatosh ligjin e Perëndis. Tjetër pra është ti kërkosh Perëndis të drejtoj plotësisht në fjalën e tij, të drejtoj hyrjen dhe daljen tënde, dhe tjetër është ti kërkosh Perëndis që të jap mundësinë që të bësh veprën e tij. Shumë serioze kjo.
Të dashur vëllezër dhe motra, nuk duam që Perëndia të na japë mundësinë, por duam që veprën tonë ta bëj Perëndia. Sepse sado mundësi që të kemi, sado të aftë që të jemi, nëse veprën tonë nuk e bën Perëndia, do të dështojmë. Qoftë në jetën tonë personale, në marrëdhënien tonë me Perëndin, qoftë në jetën tonë familjare, qoftë në jetën tonë në kishë, pra me një fjalë në të gjithë jetën tonë. Nuk duam, nuk kërkojmë, ose nuk duhet, ju lutem shumë, nuk duhet që të na jap mundësinë dhe aftësinë Perëndia, sepse përkohësisht do të na jap atë që ti kërkojmë. Por ajo që ka rëndësi është vazhdimi. O Zot, më bëj një baba të mirë. Jo, por bëhu ti o atë një baba tek fëmijët e mi. Kuptoni ndryshimin? Nuk është pra vetëm dashuria atërore, as marrëdhënia e burrit me gruan, por është që veprën tënde ta bëj Perëndia. Jo ti të bësh veprën e Krishtit, për këtë arsye çfarë don Perëndia? Të mos e duam Perëndin, të mos e duam vëllezërit tonë dhe t'i shërbejmë Perëndis, por të duam Perëndin dhe Perëndia t'ju shërbej vëllezërve tonë. Amen, vëllezër dhe motra. Shumë serioze kjo. Dhe kjo që kërkoj ishte ajo që kishte frikë, ajo që digjej brenda tij, të cilën nuk e dinte si t'ja dilte. Ma Solomon, nuk është problemi që ti t'ja dalesh, s'do t'ja dalesh ti me aftësinë tënde. Tani problemi është që t'ja dale Perëndia për ty. Amen, vëllezër dhe motra. Nga ajo që kërkon, mvaret e ardhmja jetës sate. Dhe Perëndia u gëzua që i kërkoi dituri dhe mençuri që të gjykoj popullin e tij dhe ja dha. Dhe i thot, shumë gëzohem sepse nuk kërkove pasuri, gjëra të mira, jetën e armiqve të tu, vite të gjata në këtë jetë, por kërkove dituri dhe mençuri që të gjykosh popullin tim. Mirë është. Dhe un kam për të dhënë dituri dhe mençuri që të gjykosh popullin tim, dhe kam për të dhënë dhe të gjitha të tjera që ti nuk i kërkove. Rezultati ishte se me të vërtet i dha dituri që nuk kishte asnjë njeri sa ai. I dha mençuri sa nuk kishte njeri tjetër. E ndërtoi tempullin e Perëndis, gjykoi popullin e Perëndis me dituri dhe me mençuri, por kur u realizua kërkesa e tij, atëherë mori përsipër përgjegjësinë e jetës së tij ai vetë. Dhe thot shkrimi. Dhe u shmang, thot Solomoni, nga fjala e Perëndis. Pas vitesh. Dhe çfarë ishte ajo që e bëri të largohej nga fjala e Perëndis? Dashuria e tij për gratë. Ndërgjegja e tij. Deshi shumë gra. Dhe të dashur vëllezër dhe motra, është shumë serioze që të kemi kujdes në jetën tonë për marrëdhënien tonë. Marrëdhëniet tona njerëzore, qoftë në kishë, qoftë çfarëdo marrëdhënie që të kemi, të jetë vetëm me Krishtin. Pra, nuk është të bëjmë atë vajzë të më doj, apo këtë djalë të më doj, sepse më pëlqen. Nuk është që të më pëlqej dëshira ose lakmia e mishit, as lakmia e syvet, e dua, por as krenaria e jetës. Ai për mua e bën, sepse është shumë i mirë. Jo vëllezër dhe motra kështu. Dhe jo vetëm për martesën nuk flas, por ajo që sjell shkatërrimin përgjithsisht në rinin, sepse ishte i ri Solomoni. Nuk ishte mbi 30 vjeç. Rreth 25 ishte kur vazhdoi të shmangej nga fjala e Zotit. Sepse dashuroi shumë gra dhe nga që kishte dituri dhe mençuri dhe mundësi, u martua me 800 gra dhe kishte edhe ato konkubinat 200 të tjera. Dhe rezultati, mënyra e jetës të tij e largoi nga prania e Perëndis. Në mënyrë që kështu
shkoi të adhuroj Astartin, neverit e Amonitëve dhe bëri Solomoni, dëgjoni se çfarë bëri, njeriu më i mençur i njerëzve. Bëri atë që ishte keqe në sytë të Zotit dhe nuk eci sipas urdhrit të Zotit, sikurse ecte Davidi babai i tij, që kishte mësuar. Dhe cili ishte arsyeja? Arsyeja ishte se nuk arriti, do të guxoja të thoja, Davidi që të mësoj me këmbgulje vullnetin e Perëndis për Solomonin. Dhe Solomoni kërkoi atë që i dha Perëndia, ja dha Zoti dhe pastaj bëri atë që deshi vetë. E kuptojmë pra se sa serioze ishte të dashur vëllezër dhe motra, që përfundimisht të bëjmë atë që kemi frikë, që dëshiron zemra jonë, që na pëlqen, dhe fjala e Perëndis është e qartë. Përse erdhe këtu, nëse erdhe, sepse mund edhe të mos vish, ose herë vjen, herë nuk vjen. Por nëse vjen këtu, është që të ka vënë Zoti këtu. Dhe nëse të ka vënë Zoti, do të vish gjithmonë. Nuk do të vish kur të teket apo kur nuk ke ç'të bësh tjetër, por do të vish gjithmonë. Përse vjen? Vjen për mësimin e apostujve, që të flas Perëndia. Me çfarë do lloj mënyret? Vjen për të marrë trupin dhe gjakun e Krishtit, vjen për bashkësinë me njëri tjetrin dhe për lutjet. Në qoftë se të ka sjellur pra Perëndia, as kërkush nuk mund të të nxjerrë për jashta. Ose në qoftë se të ka sjellur njeriu apo zemra jote është ajo që të drejton, nuk do të mundesh të qëndrosh. Dhe jo që nuk do të mund të qëndrosh, por nuk do të mund të kesh as fryt të mirë. Nuk do të bekoj Perëndia. Nuk do të shijosh mirësinë e Perëndis në jetën tënde, bekimin e Zotit. Nuk do të mundesh. E pabesueshme është, vëllezër dhe motra, që një burr si Solomoni, të cilin Perëndia e zgjodhi, që ta bëj mbret mbi popullin e Izraelit, ta bekoj, ta madhëroj dhe për shkak të asaj që kërkoj në lutjen e tij, të katandiset më i keqi të gjithëve. Nuk ka njeri tjetër që të ketë 700 gra dhe 300 kokubina. E thash gabim përpara, 800 gra dhe 200 kokubina, janë 700 gra dhe 300 kokubina. Më i keqi të gjithëve të bëhe. Ma a është e mundur një njeri që kishte kaq dituri dhe mençuri nga Perëndia të ketë një vazhdim të tillë? Pa tjetër që Perëndia për hir të Davidit, të atit të tij, përfundimisht do të guxoja të thoja se e shpëtoi, sepse tek fjalët e urta, që është dëshmia e tij plotësisht, e mbaron tek fjalët e urta duke thënë se le të dëgjojmë tani pra, pak përpara se të vdiste, tha, le të dëgjojmë pra fundin e gjithë çështjes. Kush është pra fundi i të gjithave në jetën tënde? Pas të gjitha sa ke kaluar, të mira apo të këqija, çfarë përshtypjet të mbetet? Dhe thot, ki frikë Perëndin. Këto janë fjalë të Solomonit, Kjo është ajo pra, E para se gjithash të kesh frikën e Perëndis. Mos ki frikë për veten tënde, mos ki frikë nëse do t'ja dalesh apo do të dështosh, mos ki frikë për asgjë. Vetëm Perëndin të kesh frikë. Dhe po të kesh frikën e Perëndis, atëherë Perëndia do të të bekoj, do të shumoj. Përse? Sepse nga që ke frikën e Perëndis, e ruan plotësisht fjalën e tij. Vetëm nga që ke frikën e Perëndis. Kush ka frikë Zotin, është jo dëgjues dhe harraç, por bërës i veprës. Dhe falenderojmë Perëndin për këtë. Ki frikën e Zotit. Dhe nga që ke frikën e Perëndis, zbatoj urdhërimet e tij. Përse? Sepse kjo është e gjitha për njerëzit.
gjithçka për njeriu nuk është që të jesh i lavdishëm, që të bëhesh mbret, që të kesh mbarsinë e Perëndis, por gjithçka për njeriu e Perëndis është që të ketë frikën e Perëndis, të zbatoj urdhërimet e tij dhe të njohë, dhe kjo vëllezër dhe motra të dashur, Perëndia të na ruaj, këtë ta marrim shumë seriozisht parasysh dhe të njoh se Perëndia do t'i sjell për gjykim çdo vepër dhe çdo gjë të fshehet, qoftë e mirë apo qoftë e keqe, atë ditë kur të vijë të na rrëmbej, nëse na rrëmben. Edhe nëse nuk na rrëmben, nëse veprat tona nuk janë të mira, nuk na rrëmben dot. Por edhe nëse nuk na rrëmben, të gjithë do të qëndrojmë një ditë përpara këmbëve të Krishtit, sepse aty e tutje vazhdon shpërblimi. Shpërblimi i gjithë secilit sipas veprave që ka bërë në jetën e tij. Kini kujdes. Salomoni i kërkoi dituri dhe mençuri Perëndis dhe ju dha. Por vepra që bëri nga një moment në jetën e tij u bë krenar. Kjo është përgjegjësia, më falni, e të keqes që i erdhi mbi vete, duke thënë se unë jam mbreti, jo vëllezër dhe motra, krenari, jo unë, por çfarë të mirë që të kesh nuk është e jotja, Perëndia ta ka dhënë, por përdore për lavdinë e tij. Jo unë, por Zoti. Vetëm Zoti të marrë përsi për jetën tonë, vëllezër dhe motra. Amen. Vetëm Zoti. Sepse në qoftë se mashtrohemi nga njerëzit, do të na drejtojnë në humbje. Në qoftë se mashtrohemi nga Jezu Krishti, në falni të mashtrohemi, në qoftë se tërhiqemi nga Jezu Krishti, atëherë do të hyjmë në mënyrë të pasur në mbretërinë e qiejvet. Me të vërtet, kur lutesha, mendoja, si është mundur që një njeri i tillë ka që bekuar, si Salomoni, ku fjalët e urta që ai foli janë të veçanta, është dituri e Perëndis në atë që shkruajti. Dhe jo vetëm fjalët e urta, por edhe predikuesit dhe aq sa ka shkruar kantikun e kantikove, është shumë trënditëse. Është shumë e mrekullueshme, sepse është dituria në ndjell. Do të thënë e shëndërroi diturinë e Perëndis dhe mençurinë e Perëndis në dituri njerëzore që është në ndjell. Dhe kjo dituri, këtë njeri e drejtoi përfundimisht në një largim të plot nga Perëndia. Perëndia të na ruaj, të dashur vëllezër dhe motra. Sepse pyetja këtu është: a je i lirë që të ka liruar Krishti? Dhe si e përdor këtë liri? E përdor këtë lirin që të dha Perëndia për lavdinë e tij, apo e përdor lavdinë për lavdinë tënde këtë liri që të dha? Duke thënë, e shef se si ja dola, nuk është fundi i mirë, por më mirë shif. Prit të shofesh vazhdimin. Të gjithë mrekulloheshin për diturinë e tij. Erdhi mbretëria e Shebës, mbretëresha e Shebës, më falni. Erdhën 2 gra dhe thot, u betuam, thot, bile jo kështu, por u kthyen, e mbyta fëmijën kur po flinte, domethënë, tjetra grua që po flenin bashk, ndryshoi foshnjat, më dha të gjallin, më mori të gjallin dhe më dha të vdekurin mua. Njëra thoshte se i gjalli është imi, tjetra thoshte se i gjalli është imi. Pra ata që kishte vdekur nuk e donte asnjëra. Ti nuk mund të gjesh zgjidhjen, si mbret që je, nuk ka përgjigje për këtë, nuk bëhet.
që të mund të përgjigjej Solomoni, sikur vajten për të gjykuar prej tij. Por akoma kishte diturinë e Perëndisë. Sepse ishte koha atëherë kur nuk ishte shmangur akoma nga Perëndia. Dhe thot, ndajen në dysh fëmijën dhe t'ua jepni gjysmën njërës dhe gjysmën tjetrës. Dhe nëna u hodh mbi fëmijën dhe tha, jo, mos e pritni fëmijën, jep një asaj fëmijën. Dhe të gjithë u mrekulluan për diturinë e tij, të gjithë u mrekulluan për rezultatin. Por i vetmi që nuk u mrekullua për të ishte vetë Perëndia. Për këtë arsye të dashur vëllezër dhe motra, kini kujdes, rrini zgjuar, lutuni që të mos hyni në tundim. Dhe e përsëris, ato që kërkojmë nga Perëndia, përfundimisht janë ato që do të përcaktojnë me çdo siguri jetën tonë dhe të ardhmen tonë. Çfarë i kërkon Perëndisë? Dhe e pyeta këtë. Çfarë të kërkojë o Zot? Dhe dini se si mu përgjigj. Dashurinë e Perëndisë atë të jetë derdhur në zemrën tënde vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë. Atëherë kjo dashuri ka për të bërë të përsosur, sepse dashuria është përsosmëria. Asgjë tjetër dhe të gjitha të tjera do t'i bëjon. Pra të dashur vëllezër dhe motra, kur të lutemi, të mbushur me frymë të shenjtë vetëm, të kërkojmë dhe të themi të lutem, o atë mbushë zemrën time me dashurinë tënde. Dhe kjo ka për të drejtuar në përsosmërinë tënde përpara Perëndisë. Perëndia të bëj hir dhe mëshirë që të mos ecim sipas logjikës tonë, apo sipas ndjenjes tonë njerëzore, apo sipas mendimit tonë, por të ecim vetëm të drejtuar nga dashuria Perëndisë atë, nga hiri i Zotit tonë Jezu Krisht dhe nga bashkësia e frymës të shenjtë. Amen.